Këto janë pamjet nga shkolla e mesme e Hoçishtit. Edhe këtë vit, kjo shkollë nuk ka pasur asnjë rikonstruksion. Në shkollën e Hoçishtit shkollohen 250 nxënës. Shumë e shqetësuar se jemi në prag të fillimit të vitit shkollor, s'kemi lyer, xhamas s'janë vendosur, banjat janë keq. Na kanë premtuar që do lyejnë këto 2 ditë. Gjendja e kësaj shkolle është kthyer në një shqetësim jo vetëm për nxënësit, por edhe për prindër e mësues. Mësimi zhvillohet në mes të dimrit, pa dyre dritare. Kushtet nuk janë fare të mira, shkolla nuk është e lëverë, pamja jashtme nuk është fare e mirë. Kushtet nuk janë fare të mira, xhamat janë të thyer, banjat janë shumë të papastra, dyer nuk kanë. Kjo gjendje është krijuar nga vonesat në procedurat e tenderimit për punimet që pritet të kryhen në shkollën e mesme të fshatit Hoçisht. Kjo komunë ka patur një problem që varet tek pjesa e tenderit që ata kanë organizuar. Dhe shpresoj që sot të merren masa për t'u garantuar 15 shtatori ditë si ditë e parë e fillimit të shkollës. Kjo godin pritet të rikonstruktohet në ditët e para të fillimit të shkollës. Në rrethin e Devollit janë 20 shkolla të mesme dhe 9-vjeçare me afro 5000 nxënës, ku shumica prej tyre kanë pasur të njëjtin fat si shkolla e Hoçishtit.